nga të dy këta se kemi Berishën që është një kafshë politike, ka 40 vjet. Edhe ky tjetër është kafshë politike. Edhe ka ky tjetër që është kafshë politike, ka edhe ky 30 vjet politike. Por atë pa diskutim janë kafshë. Nuk se kemi dyshime për këtë gjë. Ndryshimi është që ky është kafshë politike me blu xhinse me Jo, ky tani ka nga ana e vet erën, që është shumë e rëndësishme, pra erën që fryn. Erën e kanë favor, ë? Po sigurisht era me përfundimin e luftës në Ukrainë ka një erë në BE që do bëjmë një zgjerim të shpejt. Sa do bëhet apo jo të shohim. Por ka këtë erë, domethënë. Ka sistemin zgjedhor. Ka hartën zgjedhore, sepse janë 6 qarqe në jug të cilat votojnë të gjitha majtas, historikisht kanë votuar majtas. Dhe Berisha si ngele vetëm 4 qarqe të veriut dhe i bie Shqipëria e mesme, ku në këtë kohë që flasim, pra sot për shkak edhe zgjedhjeve edhe të asaj që bëri opozita në 2019 që i la gjitha bashkitë, por edhe zgjedhjet të 2023-shit, majoranca kontrollon bashkitë në gjithë territorin e Shqipërisë. Që ka ndikim madh është vota ja. Sigurisht, edhe ka dhe ato që ti e përmende që Andreoti thoshte që kush ka pushtetin nuk konsumohet. Pushteti konsumon atë që nuk e ka. Këtë thoshte Andreoti, jo. Kështu që në këtë pikpamje, ne po shkojmë në një palë zgjedhjen, cilat ne kemi parë Berishën që unë gjithmonë e kam admiruar për figurën e tij serioze, me kravatë, me xhaket, me shami, gjithmonë atë që ka përfaqësuar figurën intelektuale. Se edhe ti të njëjtën figurë. Përpiqen bëj të njëjtën gjë, po jo se bën Berisha, po se kam bërë unë gjithmonë. Ti ke bërë gjithmonë kuptimin është çfarë bën me paraqitjen. Aty çkreti tani kanë vënë dhe i kapeli kanë thënë duke si Trumpi, që nuk ish ka. Po s'ka fare lidhje sepse ne që kemi vlerësuar Berishën edhe ti në kohën tënde, po ne që kemi qenë trinj kur filluan ndryshimet. Ne kam vlerësuar ne. Po në fillim fare në 90-të. Pra ne që kemi vlerësuar Berishën, kemi vlerësuar në atë kohë një Berishë i cili vinte nga klasa intelektuale e Shqipërisë.